Presidenti Amerikan Donald Trump dhe sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte kanë mbajtur një konferencë për mediat në kuadër të samitit të NATO-s në Hag, duke u përqendruar kryesisht në situatën mes Izraelit dhe Iranit. Presidenti Amerikan Donald Trump këmbguli se sitet bërthamore në Iran u shkatruan plotësisht nga sulmet amerikane, pavarësisht një raporti të inteligjencës së mbrojtjes së Pentagonit, që hedh dyshime mbi suksesin e tyre, duke vlerësuar se sulmi e ktheu programin bërthamor të Iranit vetëm disa muaj prapa. Sulmet amerikane në vendet bërthamore të Iranit ishin shkatëruese. Vlerësimi që ju thotë se ishte diçka tjetër është spekulim me motive të tjera. Raporti inteligjencës ishte paraprak dhe ndaj besimi është I ulët në këtë rast. Sulmet amerikane në vendet bërthamore të Iranit I dhanë fund luftës. Nuk dua të përdor shembullin e Hiroshimës as të Nagasakit, por në thelb ishte e njëjta gjë, pra ju dha fund luftës. Presidenti Amerikan thot se beson që Irani nuk do të ndërtojë armë bërthamore për një kohë të gjatë, ndërkohë Donald Trump bëri të ditër gjatë konferencës se kishte folur edhe me presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se ishte ofruar për t'i dhënë ndihmë në situatën me Iranin. Megjithatë, Trump u shpreh se ishte përgjigjur duke I thënë që ta ndihmonte me çështjen e Rusisë dhe jo me Iranin. Sa kaq, sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte vlerësoi sulmet amerikane duke thënë se ato shkatruan aftësinë bërthamore të Iranit dhe u kryen në një mënyrë mbreslënëse.